Ai nuk jeton. Ata janë shumë njerëz pak ma të ftohtë, ma konservativ. Se që podojnë më është baza për çto edhe në këndvështrimin islam, fëmia është amanet. Fëmia është amanet. Amaneti ruhet. Ruhet me kujdes, jo me presion. Me presion që i kime pas barqën të ardhmen. Tash që ky amanet, kur të formohet mirë, si kur njere, ky pa tjetër kime pas shpërblimin e dobishëm të ardhmen, ti si prind. Do me thonë investimin e bën prindi për me pas një fëmijë mirënjohës në të ardhmen. Edhe se nuk mund është ti dikush krejt prind, tash se cili prind e jep atë maksimumin e vetë, se cili prind është ma i miri për fëmijën e vetë. Mirë po, dikush nështë është ma shumë i angazhum, ka kohë ma pak, edhe jep ma pak të fëmija, ndështë është shpërblimi ka me qenë ma i vogël në të ardhmen, kur të rritët. Mirë po, investimi të fëmija, ose krejt baza e njerit qysh formohet është e fëmija ti. Mënyra qysh o rrit, edhe mënyra qysh o eduku. Pa tjetër a njeri ka me qenë mirënjohës ndaj prindit. Edhe në islam njëjtë është edhe për prindin. Prindi është përgjithësi shumë e madhe. Zoti e ka cekë në Kuran shumë herë. Do me thonë me njëherë pas adhurimeve që i ti ndaj Zotit tënd, e këto vjen kujdesi ndaj prindit. Për që ata nuk është barq, pse me këshyrun e prindin si barq. Prindin e këshyri me knatësi, me dashuri, kushdo që e këshyr, edhe unë shpesh kur shoh njerëz që janë metë për kujdesje ndaj prindit, nuk mundet as me punu se duhet mu kujdes për prindin, unë i thom është begati, seriozisht është shumë dhurat e madhe me pas ti mundësin mu kujdes për prindin. Se ashtu kështu s'kena mi dalë hakut kur. Mirë po kur të vjen derin që të pikën që ti mu kujdes për ta, është kogja begati e madhe. Po, është si pas juve mos mirënjohje kur fëmija largohet jashtë ose jeton jetën si pas dëshirës së vetë? Po, unë spajtona. Unë